Shqiptarët në Maltëzi zën 5% të popullsisë së përgjithshme dhe jetojnë në 100 vendbanime. Janë të përqendruar në Ulqin 72%, në Tivar 12.5%, Podgoricë 8.5%, Plavë e Guci 22%. Shqiptar ka në Tuzë, Rozhaj, Valdanoz e të tjerë. Si gjithë pjesa tjetër e popullsisë shqiptare në Jugosllavi janë diskriminuar dhe u janë mohuar të drejtat e tyre kombëtare. Nëpërmjet dhunës dhe presionit janë përpjekur për t'i asimiluar dhe shpërngulur nga trojet e tyre duke rritur në masa të mëdha emigrimin në shqiptarët. Kështu që popullsia shqiptare që jeton aktualisht në Maltëzi, siç ka dalë nga regjistrimi i fundit i popullsisë, të jetë pothuajse barabartë me shqiptarët që jetojnë në emigracion. Për shembull, në Malsi rreth 33%, Plavë dhe Guci 53%, Ulqin 27%, ndërkohë që malazezët e kanë 2.9%. Po kështu është bërë dhe bëhet një presion i madh ndaj kulturës kombëtare dhe gjuhës shqipe, duke penguar me çdo mjet zhvillimin dhe mësimin e saj nga popullsia shqiptare. Me keqardhje konstatojmë se shqiptarët në Maltëzi po rrezikojnë seriozisht nga asimilimi gjuhësor. Në Rozhajë po zhduket gjuha shqipe. Shumë pak flitet në Plavë dhe Guci, ndërkohë asimilimi po përparon në Kraj dhe Tuzë. Siç dihet, vota pro e shqiptarëve bëri të mundur shpalljen e Malit të Zi shteti i pavarur dhe shqiptarët shpresuan se tashmë do të përmirësohet edhe plotësohet sipas standardeve ndërkombëtare të drejtat dhe pozita e tyre në këtë shtet, në barazi me kombësitë e tjera. Por konstatojmë se përsëri atje ka probleme. Malizi ka probleme të drejtat e njeriut për pakicat dhe diskriminimin e grupeve etnike, posaçërisht të shqiptarëve. Shqiptarët në Tuzë nuk u miratohet statusi komunës së plot, e drejtë që u takon si gjithë komunave të tjera. Punësimi në administratë mbetet një ngërç i pazgjidhur. Në administratën e Malit të Zi janë të punësuar rreth 13.000 vetë dhe shqiptarë janë të punësuar vetëm 2.3%, ndonse zën rreth 5% të popullsisë. Ka probleme me kthimin e pronave në Ulqin, në Malsi, në Vuksan Lekaj e të tjerë. Artimi i ligjeve për kufizimin dhe ndalimin e simboleve kombëtare, për kufizimin dhe pengimin e pjesëmarrjes në qeverisje, kontestimi i emrave shqiptar të rrugëve, e të tjera probleme me të cilat përballet aktualisht popullsia shqiptare në Maltëzi. Po vetë shqiptarët atje, si punojnë për realizimin dhe zgjidhjen e problemeve që kanë, cila është strategjia për realizimin e aspiratave të tyre? Po ndihma e shtetit tam, a është në nivelin e duhur? Për këto dhe të tjera probleme që kanë shqiptarët në Maltëzi, si dhe rrugët më efikase të zgjidhjes së tyre, do të diskutojmë sot në emisionin Studio Debat, të cilin ju ftojmë ta ndiqni. Të shikues një material që ishte për komunën e Tuzit, do të referencimet e bashkisë së partive politike dhe organizimeve shoqërore që veprojnë në Malsinë në Tuzë, jemi pranë emisionin Malsia e Madhe, problemet e saj. Edhe personat që kanë ftuar këtu janë i vlerë, pasi dhe politika lë rolin e saj për zhvillimin e jetës politike shoqërore të vendit dhe duam respektuar dhe nderuar edhe si të tillë unë kam ftuar në një emision debat për komunën urbane Tuzë me komunën Florë. Në kanun e djathtë kam zotin Dinosha, është kryetari i Partisë Demokratike të Union Demokratik të Shqiptarëve këtu në Malsi, njëkohësisht dhe ministri për mbrojtjen e drejtave nacionale këtu në qeverinë të Malit të Zi. Mandej është kryetari i parlamentit të komunës së Tuzit, zoti Nikol Samaj, njëkohësisht edhe kryetari i Partisë Së Demokratike për degë e Malsisë. Mandej kam zotin Angel Voçaj, i cili është përfaqësues i zyrës të diasporës, i drejtuar nga Shoqata Lidhja Dheun Bashkon. Këtu në kanun e majt, kam zotin Shumunaj, është kryetari i komunës urbane atje aktualisht. Kemi zotin Gjergj Samaj, është kryetari i Partisë Alternativës dhe ish deputeti i legislacionit të kaluar, zoti Sinishtaj, njëkohësisht dhe përfaqësues Partisë të Perspektivës. Ju falenderoj për ardhmen. Fillimisht zotin Shumunaj, si ka qenë i suksesshëm apo i dështuar statusi i komunës urbane për këto vite që kanë kaluar? Fillimisht ju përshëndet dhe shënoj ardhjen në mesin tonë këtu në qendrën e Malsisë në Tuzën.
Gjithsesi gjatë ushtrimit të postit të kryetarit të komunës urbane, me vërtet është një dështim nga fakti se kapaciteti juridik me cilin është hartuar dhe vonë funksionin komuna urbane e udhëheqësia e tillë, ajo atë detyrën të cilën do të ishte nevojshme që ta kryente çdo pushtet vendor, do qeverisë lokale, pra të jetë në funksionim të qytetarëve dhe trevës saj, ky lloj organizimi nuk i përmbush nevojat e qytetarëve të trevës. Për këtë gjë ka fakte shumë, për këtë gjë kemi biseduar, kemi folur shumë. Mendoj se jo vetëm 3 vite, por që nga viti i parë, e sidomos i dyti, të kesh një kuvend me 21 këshilltar të prodhuar drejt për drejtim nga vota e qytetarëve, të kesh një kryetar të komunës me një staf, me një ekzekutiv, do të thoja mjaft të kvalitativ në pikpamje kvalifikuese, dhe mos t'jesh në gjendje të ofrosh qytetarëve atë se çfarë do t'ishte nevoja atyne, do t'ishte e drejta atyne në realizimin e pushtetit vendor, ajo që u ofron të gjithë qytetarëve, me të vërtet, edhe kësaj herë ju them se është vështirë të jesh kryetar. Është vështirë të përjetosh të gjitha ato ngushtika kur veç qytetarët në një moment pyesin po për çfarë kemi komunë kur nuk mund ta kryejmë një procedurë, qoftë ajo në lidhje me trollin, qoftë ajo në lidhje me afarizmin, qoftë ajo në lidhje me grumbullimin e taksave, qoftë ajo me shumë sfera të jetës shoqërore në spektrin social, kulturor dhe kështu me radhë. Pra, shikuesit tuaj janë tani të njoftuar, por unë do t'i rikujtoj në këtë paraqitjen e time të parë se komuna urbane, pra si e thash, ka një kuvend, pra ka këshilltar me votë të prodhuar nga qytetarët, por nuk janë në gjendje që të përgjigjen kërkesave të qytetarëve, nuk janë në gjendje që t'i realizojnë kërkesat e tyre ashtu si kërkojnë ata dikur në fushatat parazgjore. Kjo thjesht jo nga fakti se qytetarët qofshin pozitës apo të opozitës, flas për të gjithë për total. Edhe më bashkë me ta, kjo nga fakti se kapaciteti i këtij lloji organizmit qeverisjes vendore nuk i përmbush. Kemi në vazhdim të thoja një komunë pa territor të vetën, një komunë pa pronësi të vetën, një komunë pa ndikimin në rregullimin e territorit, një komunë e cila nuk ka drejt të bien dokumentat e hartuara, të hartoj dokumenta urbanistike në treven e vet, një komunë e cila nuk ka të drejt të bajnë një xhama më të thjeshtë, të cilat të gjitha kadër që do të endemi, do të gjejmë, pra nuk është në gjendje të bajnë, vjen fjala, emërtimin e rrugëve, emërtimin e vendbanimeve, por dhe shumë sekvenca dhe shumë segmente të tjera të cilat unë tash mos të numëroj se aq ka, sa pothuajse i gjithë korpusi i veprimtarisë së pushtetit lokal, kudo që tjetë ai, si në Maltezi, apo në region rreth e përqark, që nga Shqipëria, Kroacia e Gjetkiu, të gjitha këto gjëra i kryen zyrët e komunëve, qofshin ato të qytetit, sikur quhemi ne urbane, apo komuna, apo bashki, apo do të thotë 3 vite po kaluajnë, financimi i saj është shumë problematik, gjërat nuk janë të përcaktuara, aq janë diskutabile, aq janë të pa precizuara, saqë as vetë zyrtarët e Podgoricës, pra të kryqëzit e Podgorica, pjesë e cilit jemi ne, shpesh ndodh me komunikim me ta që as ata vetë nuk dinë se në çdo drejtim të veprojnë. Keni pozicionim për një linje buxhetore dhe është shumë zonë, por nuk mund të ta realizosh. Pra nuk të vlerëson atë që i thonë nevoja e vendit, ashtu si e shef një njeri, një person i cili mban postin e kryetarit, së bashku me kuvendin, dhe nuk mundesh
të aplikosh një projekt për një të mirë të qytetarëve. E përsëris është zorë, është vështirë në këto kushte të veprosh në interesin e qytetarëve, apo mamin me thanë qytetarët definitivisht mirësinë e këtij lloji organizmit të qeverisë vendore as që ja kanë ndije mirësinë. Do thonë shumë shkurt, shumë haptas. Për fillim kaq, Jo, unë bëja një pyetje, ndërtimi strukturor i komunës urbane është pengesë për të qenë e suksesshme e komuna, apo ka dhe vështirësi në zbatimin e saj? Dhe kjo është e qëllimshme nga qeveria e Malëzi, nga bashkia, apo ka diçka tjetër? të gjithë ne nisemi nga ligji, nga legislacioni i ashtu si e ka prezantuar. Edhe një gjë tjetër, ne edhe aq më fort na e vështirëson funksionimin nga fakti se ne jemi opozit me kryeqytetin Podgorica. Atje është në pushtet partia e kryeministrit Gjukanović, këtu jem kryesisht partitë shqiptare, por dëshmi për disfat, për mos sukses të këtij lloji projekti, është rasti i komunës urbane në Kojshi, në Komshi që kemi këtu të Zetës apo të Golubovci që i thonë, ku atje kanë ardhur të përplasja, ani pse janë një faktor politik, një subjekt politik. Kryetari atjeshëm priti një vit, duke shpresuar se po vinë do ditë më të mira, nuk vetëm sidomos në sferën e financimit. Mirë po kjo gjë nuk ndodhi dhe erdhi të përplasen mes të zyrtarëve të kryeqytetit Podgorica në kryebashkiakun dhe ti ashtu që nga se ishte me përkatësi partijake që i takon partisë në pushtet, erdhi deri te ndrimi i tij. Kjo për fat të mirë tonin ai punë këtu nuk ndodh, se nuk kanë fuqi ta bëjnë ligje të tillë, mirë po vetë fakti i gjitha të vështirësive të cilat ne po i përjetojmë, unë si kryetar këtu dhe stafi im, së bashku me pjesëtarët e kuvendit, me vërtet është zori të mbijetosh këtë vështirësi. Me falë, zotë Qurmuraj, do të kalojmë në publicitet dhe do të kthehemi përsëri në bisedë. Shikues nderuar, kthehemi pas pak.